sepse ka ardhur urdhri nga lart. Sot nuk ndodh lufta kundër pandëshkushmërisë historike me urdhër nga lart. Sot ndodh sepse ne shpatën e dëshkimit ja dorëzuam drejtësisë. Që do të thotë, duke hyrë në Bashkimin Evropian, kjo është e dyta gjë që garantohet një herë për gjithmonë. Dhe nuk varet se del një buf kënete dhe thotë do shkri spakun. Apo se del një specie tjetër edhe përbetohet se do shkri drejtuesin e spakut, apo se dalin të gjitha speciet bashkë dhe premtojnë se me votën që do marrin, do ta kthejnë mbrapsh reformën drejtësi, do me thënë do kthejnë mbrapsh Shqipërinë. Nuk ndodh më kur të jemi në Bashkimin Evropian. Nuk varet më fati i askujt këtu në këtë vend dhe fati i vendit nga çit teket njërit e çit teket tjetrit që synojnë kreun e vendit. Kjo është e dyta. E treta, pse duhet ne të hyjmë tani në Bashkimin Evropian, është që standardet e bashkëtesës në të gjitha nivelet janë të garantuara. Nuk los dot më kush me to. Dhe nga ana tjetër, keni parasysh se ju jeni ato që mbani shtëpinë, nuk e mbajnë burrat shtëpinë. Burrat japin kontributin e tyre, patjetër, se tani larg qoftë tani ju e burrat ju duhen, nuk diskutohet se nuk po thot njeriu që por juve mbani ekuilibrin, juve i dini llogarit. Kur hym në Bashkimin Evropian, ne jemi vend përfitues. Bashkimi Evropian është një familje e madhe që ka dy kategori. Kategorinë e kontribuesve që janë më të mëdhenj, më të pasurit, më të fuqishmit, që japin nga xhepi i tyre për Bashkimin Evropian, dhe kategorinë e përfituesve që janë më të vejlit, më pak të zhvilluarit, ata që kanë më shumë nevojë si puna jonë, që marrin nga këto kontribute. Pra, momenti që ne hym në Bashkimin Evropian, përveç buxhetit, nga të ardhurat, nga taksat dhe nga ato pak ndihma, ne do kemi një buxhet tjetër, që do të jetë buxheti i vendit përfitues. Dhe këtë do ta kemi sapo bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Prandaj na duhet tani parafityroni që të gjitha këto t'i vësh në diskutim për mustaqet e Kujtim Gjuzit. E kuptoni se çfarë është kjo? Se nuk po numëroj tjerët, se thash, Kujtim Gjuzi është figura më domethënëse dhe mustaqet e tij janë vetëm një gjë madhështore në atë sport karavidesh, mbeturinash